Juve çfarë bëni me vajin I cili është të skuqur edhe nuk duhet ta përdorni më? Do t'u them unë se çfarë bëje. Do ta hedh në një shishe të vogël, edhe pastaj do ta hedh poshtë. Nuk e hedhim në lavamanë, se nuk është se na bllokon lavamanin e para, edhe e dyta nuk duhet që të vejë nëpër tubat e lavamanit, as I nxehtë as I ftohtë, tani kuptohet që është ftuar ky. Prandaj apo e hedh këtu, se po t'jetë I nxehtë do më shkrijë shishe, siç mund të kuptoni. Tani ngelen çka thotë, shkaqe, do t'i marr me një letër. Prisni. Ato të djegurat në fund që janë nga petullat që bëra. Edhe ndaja nuk e hedhim vajin në lavamanë. Do ta hedhim në një shishe dhe pastaj do ta mbyllim shishen edhe do ta hedhim në plera. Do t'i kaloj edhe këtë këtu. Në disa shtete e di që ka vend apo stafat për vajin. Neve aty jo, në plera e hedhim, në plerat e përgjithshme. Jo në recycling e në ato që I përdorin prapë. Kështu e përgatitur vajin, e skuqur, do me thënë që nuk duhet të përdoret më. Edhe e hedhim në plera. Ka që thjesht.